Nga partia në pushtet janë kontaktuar disa deputet PDK-s, nëse keni qenë një njeri prej tyre dhe nëse keni dëgjuar edhe të tjerë kolegët? Realisht ne, sikur edhe ju, kemi dëgju këtu të mendime, po sigurisht që ne si Parti Demokratike e Kosovës jena kompakt sa i përket qëndrimit tonë dhe kemi të bashkërënduar çdo vendim dhe qëndrim. Dhe sigurisht që ne diskutojmë këtu edhe në organet tona të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ne me plot besim e thojmë që asnjë nga Partia Demokratike e Kosovës nuk e voton një qeveri dhe një kryesues apo një kryetare kuvendit siç është Albulina Haxhiu dhe vetëvendosjen si parti në udhëheqjet e qeverisë. Prandaj te ne kjo nuk qëndron ky pretendim dhe besoj që ka më vërtetua dhe në Kuvendin e Kosovës sot në këtë seancë në episodin e 21 që fatkeqësisht po shihet qartë që nuk ka një reflektim prej pozitës apo prej partisë më të madhe që është në Parlamentin e Kosovës, po që nuk i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Pra sipas jush vetëvendosja nuk mund ta bëj dikë kryetar të Kuvendit me votat të dikujt nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi që ka qenë më herët rasti Adelina Grejnës andaj. Jo, nuk mund me qenë, sepse ne vazhdimisht jemi në komunikim me gjithë kolegë deputet dhe me gjitha strukturat e partisë dhe qëndrimi jonë është i qartë dhe çdo deputet i Partisë Demokratike të Kosovës e ka bërë të qartë që nuk do të voton Albulina Haxhiun për kryetarin e Kuvendit dhe nuk ka asnjë bashkëpunim me lëvizjen me vendosje. Faleminderit shumë për kohën. Ishte deklarimi i fundit nga Partia Demokratike e Kosovës, zotri Mergem Lushtaku. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe mandej këtu te Kuvendi i Kosovës dhe krejt deklarimet e deputetëve nga gjitha partitë politike, padyshim që do t'i sillim në këtë speciale për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Mirë Qendresa, faleminderit shumë për këtë paraqitje nga kolegja Qendresa Tërshani. Kthehemi dhe shkojmë tek Qendresa Bellagosha, e cila do të na tregojë pak më shumë mbi aktivitetin e shoqërisë civile, të cilët pak më herët i patëm edhe në një komunikim për media. Qendresa, çka është ideja e këtyre karrikeve të cilat janë vendosur këtu në sheshin para Kuvendit të Kosovës?